Përshëndetje të gjithëve. Më konfirmon dikush a shikohet ekrani? Po, shikohet. Okej, në rregull, atëherë vazhdojmë me pjesën e dytë të trajnimit, ku do flasim për cloudin. Të gjithë ne e kemi përdor cloudin, pak a shumë, disa më shumë, disa më pak, edhe jemi të familiarizuar në aspekt të UI-t edhe në se si përdoret. Ajo që do flasim sonte është se si ta përdorim cloudin për me kriju plane strategjike për projekte, si për projekte të reja, prej fillimi, si për ato që i kemi aktual, dhe një lloj ekosistemi të strategjisë së komunikimit. Zakonisht kjo shpesh bëhet problematike në moment kur dikush ka një pozicion si menaxher i marketingut ose një menaxher i ndonjë drejtimi tjetër, ka zakonisht probleme me pjesën e menaxhimit të krejta kanaleve ose gjërave që t'i ketë me një vend. Kjo normal është problematike, ndonjëherë ne mundohemi të përdorim programe të ndryshme që edhe shumica janë edhe me pagesë, mirë po përsëri nuk e kemi atë që neve na duhet. Andaj nëpërmjet cloudit do krijojmë një Google Sheet, Excel, ku brenda saj do kemi, domethënë, të gjitha gjërat all in one, e sa i përket ta marrim për shembull një projekti të ri ose një plani që aty brenda mund të mbajmë shumë klienta, shumë punëtor, shumë menaxhues dhe gjëra tjera. Unë i kam përgatit disa prompte të gatshme që janë prej prompteve më të mira dhe më të fuqishme për SEO, normal për pjesën e ati ku jam unë i specializuar, edhe është një prompt general. Ky prompt general është shumë i fuqishëm sepse e, e bën cloudin dhe e trajnon cloudin që mos flase, dhe më thënë gjëra që i dalin jashtë kontekstit, gjithashtu e trajnon cloudin që dhe më thënë për se cilën hap ose topik të të bëje ty të të bëhet ti cloudi pyetje, jo ne ti bëjmë cloudit pyetje, mirë po cloudit na bën neve pyetje për projektin, që normal na pyese më në detaje se çfarë dëshirim të arrijmë ne gjatë këtij projekti. Ky është një prompt general. Andaj unë këtë prompt do e nis tash edhe do e postoj këtu. Edhe i them tash normal cloudi për momentin është në tek Fable, dhe më thënë besoj se e keni gjuhë këtë verzionin e ri të fundit. Uh, unë në cloudin e kam me pagesë e kam, edhe tek Fable është më duket se së shpejti do e ndalin. Këtu më thotë që deri me datën 19, mirë po harxhon shumë kredita, mirë po si model është shumë i fuqishëm, edhe mësonte dhe përdorin të. Ok, atëherë shkrim enter.
Ok, tash e Claudi e mori promptin, e mori atë që e udhëzuam ne, edhe tash është gati që të vazhdon të tuqe me ata pika që ne e trajnuam. Edhe tash është e gatshëm të na bëhet pyetje dhe mos i hike asgjë nga çdo gjë që ne kemi plan. Tash si mund ta përmirësojmë për shembull një prompt. Tash domethënë kështu është një diçka ka dallim kur ne për shembull mund t'i themi ë për shembull gjenera gener- për shembull ka dallim kur i themi një fjalë të shkurt, për shembull generate a plan for marketing, domethënë është shumë e pak e shkurt. Edhe me këtë fjalë e gjeneron, mirë po nuk do jetë ajo që ne e duam. Edhe ka dallim pastaj kur ne e bëjmë një prompt shumë më detajuar. Tash, çka bëj unë personalisht për veten, për ta bënë një prompt më të detajuar, shkoj tek ChatGPT-ja, edhe i them për shembull improve this prompt. Edhe tash këtu me fjalët e mia i shkruaj gjërat që mendoj se më duhen, edhe pastaj këtë prompt shkruaj edhe vendos tek Claudi. Tash i them për të më gjeneroni një general plan komunikimi për një projekt ose për një menaxhues i një marketingu që ka për shembull shumë klienta dhe ka shumë punëtorë. Edhe kjo normal do na hinë në punë edhe neve që kemi ndoshta klienta. Këto e marr si shemb. Ok, tash me disa fjalë të vogla këtë do e bënë një plan normal ma detajuar, një prompt ma detajuar. Ok, tash e marr këtë uh, promptin, copy, shkoj te Claudi edhe e bëj paste. Recording in progress. Uh, Kushte nëse ka mundësi, nuk ka nevojë ta bëni rekord, sepse rekord e bëj unë edhe e shpërndaj me ju. Julian, jetë duke shkru diçka tek ekrani im kur e bëj shej.
Okej, tash pasi ja dham një pyetje, tash në fillim e trajnuam që të na bënë pyetje për secilën gjë. E tash thot për çfarë cilën kompani dëshiron ta bësh të. Unë do ja jap për shembull për një domen që e kam un plan ta krijoj, për shembull planbiznesi.com. Ja, pra, është domethënë kjo këtu. Dhe tash kjo në bazë të kësaj do e krijon domethënë një 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 plan një vjeçar që pastaj besoni se shumë më në rregull, shumë më mirë do i keni kontroll gjërat. Okej, presim do pak, zakonisht me disa sekonda, do edhe një minutë për me gjeneru planin, mirë po pastaj e jena të gatshme në Google Sheet ose në Excel, varësisht se uh, cilën e përdorni ju. Pas saj këto prompta, do i testim edhe disa prej tyre, edhe do ja dërgoj këto si dokument, që pastaj këto prompta ju t'i merrni të gatshme edhe ti përdorni për projektet. Tash secili e ka atë mënyrën e vetë se si i përdor ta. Dikush për shembull cloudin, sidomos ato që janë në programim, e përdorin më shumë për kodime dhe gjëra tjera. Dikush e përdor për gjëra tjera, mirë po unë për shembull këtë e përdor më shumë për kështu, për krijim të planeve strategjike komunikimit, sisteme të ndryshme. Kjo do më thënë më bën i kam testu dhe më ka kriju dhe gjëra që nuk i kam pa ose nuk i kam gjetë as tek programet e mëdhaja për shembull që bëjmë menaxhim si Asana ose Trello ose gjëra tjera. Këtu i kam pas në Google Sheet gjitha, edhe ati ka kriju edhe me atë stilin edhe për me i bo track dhe me qenë kështu dinamike, me ndryshu sa herë që ndryshohet edhe statusi. Ok, presim edhe pak. Sa për informat, cloudi mundet edhe me, me u instalu në desktop, më thënë përveç se është direkt në domain live, mund ta instaloni në desktop
edhe të punoni, më thënë, direkt prej kompjuter. Këtë unë kam edhe në desktop edhe duket më komode kur punon direkt pa mos e hap browserin lart. A ka dikush për juve që e përdor cloudin me pagesë edhe çfarë eksperiencë ndoshta? Pa Arbiona? Uh, Unë e përdori, se përdori në programim, për kod, përdor për të ndihmuar për produktivitet, për të krijuar plane produktiviteti. Mirë po, më e mira do ta sugjeroj nëse është në terminal, pra në desktop siç e përmendet ti, ta shkarkosh në desktop, sepse aty ka shumë mundësi që të krijoj, mund të krijoj artefakte, mund të krijosh për shembull schedules, skedulime, le të themi ose alarme, le të themi në orën 5 pas dite të ditës së premte, të vjen një thirrje nga cloud që ti të bësh check-in për të parë se si ka funksionuar java jote si programues, në rastin tim, po apo për një SEO specialist siç jeni ju ose dikush tjetër, çfarë do lloj profesioni. Kështu e përdor, unë do ta sugjeroja atë në radh parë dhe e dyta është edhe një mënyrë për ta instaluar këtu lart tek bookmarks ka disa, po, tek extensions, se s'po e gjetë dot fjalën e duhur. Tek review-t nuk I kishte të mira për faktin se mund të ketë data leak, mund të ketë vjedhje informacioni ka extensioni. Mirë po, Ok, në disa raste është shumë e përdorshme, sepse nëse ti I dërgon linkun e diçkaje dhe I bën copy paste në në inputin e cloudit në extension, ajo e merr dhe pastaj vazhdon punën vet. Për ndryshe do të duhej edhe ajo extensioni. Për këtë arsye ajo është shumë e përdorshme, por kishte në review nuk I kishte të mira, kështu që unë po e përdor, ende s'kam parë ndonjë problem, por duhet patur pak kujdes, kam po, përshtypjen. mirë. E përdor gati çdo ditë apo Çdo ditë, fuqishëm çdo ditë. Atësa e, nuk po I harxoj ato tokens që ka të gatshme. Pra nuk I ok, përmbush dot tokensat që janë brenda muajit që duhet I harxoj. po. Mendoj se Cloudi ka bërë revolucion kështu të papam në këtë pjesë. Mendoj se e, ka ofru shumë edhe mundësia të mëdha që ne tash me bëjë gjëra të mëdha, mirë po normal edhe ka bërë problem në aspekt të automatizimeve që sidomos pjesa e customer support edhe ose këto gjërat punët që kanë qenë kështu manuale i ka nxjerr komplet jashtë lojës i kanë nxjerr. Po, shumë e vërtet. Jam ende në këtë fazë përdorimi, por nëse gjej diçka më interesante teksa I shikoj pranimet tuaja dhe të djalit tjetër, Rejt, po, do ju njoftoj nëse gjej diçka të re. Ok, paqet. Faleminderit. S'ka përse. Armend, uh, çfar çfarë ke kryer kështu konkretisht nëse ke ndaj link, lirisht mund ta shpërnda ashtu edhe e shikojmë bashkarisht. Uh, unë akoma se kam përdor fare cloud. Uh, Nëse se ke përdor akoma, është koha që ta përdorësh prej sonte. Ok, ja pra edhe produkti final. Këtu dhe më thënë ka kriju
një produkt final, ku ne këtu kena mundësi direkt me shiku për këtu, ose kena mundësi dhe më thënë që ta bëjmë download edhe shkrim të sheet, më zakonisht i sheets i për të gjithmonë, shkrim të file, e bëjmë upload, edhe ja pra dhe më thënë ku tash ka kriju një plan. Këtu si fillim tek readme është një udhëzim para prak se çfarë është, si duhet mu përdor dhe gjëra tjera. Edhe pastaj tek tabi ose seksioni i dytë e kena strategji. Edhe tash tek strategjia ka kriju, dhe më thënë, disa disa pjesë, disa hapa ku si fillim fokusohet në tek vizioni, emisioni, pozicionimi i brandit dhe gjëra tjera që normal kjo ndoshta më do të vinë edhe në punë edhe mu për planbiznesi.com që kam një domain që dëshiroj ta krijoj, mirë po ende nuk është që kam nisë, por edhe nuk kam gjetë ndonjë bashkëpunëtor kështu që ka ndoshta edhe për mi investu edhe buxhet për edhe kohë njëkohësisht. Pastaj është pjesa e qëllimeve që i kanë dalë në 4 pjesë, që fut pjesën edhe arritjeve, është edhe SWOT analiza. SWOT analizën besoj se shumica e njohin, është prej analizave më të fuqishme që për një biznes është e patjetërsueshme. Pastaj janë këto personas janë pjesa DNA, target klienteve ideal. Edhe këtu do më thënë i ka kriju me kolona shumë mirë. Pastaj ka kriju këtu roadmapin që të regon dhe më thënë muaj parë, muaj dytë, më thënë august, september, oktober, çfarë do të bëjmë, më thënë fazat, objektivat, kampenjat, të gjitha këta, edhe statusi këtu mund ndryshohet, për shembull është in progress, është done, dhe gjëra të tjera. Ja, pra, pastaj është pjesa e kanal planit, ku mund të bëhet pjesa e marketingut, është e para SEO, pastaj GEO AI, search, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, email, PR-i dhe gjëra tjera, tregon se si ti prioritizosh, si ta bësh strategjinë për secilin kanal dhe si ta masësh pastaj pjesën e KPI dhe notes tjera. Pastaj këtu për shembull nëse ke punëtor, këtu mund ti vendosësh cili punëtor do e bëne këtë punë. Për shembull për SEO do e bëne për shembull Iliri, për LinkedIn do e bëne Rej dhe me radhë. Pastaj është content kalendari, këtu vendoset kalendari i përmbajtjes se çfarë topiku, cili format do jetë, kur do postohet dhe gjëra tjera. Pastaj tu është pjesa për SEO dhe GEO, do thënë keywordat, për këto keyworda sa ka volume, çfarë page-a do krijojmë. Pastaj është KPI dashboardi, këtu te KPI-a do të thënë tregon se si matet tash këto rezultate pasi i bëjmë. Këto do të thënë KPI-at janë shumë të rëndësishme nëse punoni me klienta të mëdhej, do të thënë klienti i madh që është enterprise, nuk i intereson as pak fare se çka bën ti mbrapa vi. Ai dëshiron numra, nëse s'ka numra, thjesht nxjerr prej loje, sepse mua më ka ndodhur kjo vet, edhe nuk të pyesin për shembull ti a ke bërë mbrapa vi 100 blogje, a ke bërë 10.000 postime, a ke net 24 orë pa gjumë, nëse ati nuk i nxjerr rezultate dhe numra, ai do të thënë nuk i intereson fare. Prandaj KPI-at janë pikë shumë rëndësishme për një projekt. Sidomos kur punon me klienta, do të nxjerrësh numra se si ka qenë edhe si është bërë pas disa muajve që ke bërë punë ti.
Pastaj është pjesa e buxhetit, tu tregon edhe muajt edhe sa buxhet do të shpenzojmë në paid ads, pastaj në organik dhe gjëra tjera. Pastaj është licat, si mi nxjerr licat, pjesa e SOP-it, pastaj është raportet, edhe kjo e fundit është si ndahet, më thënë, kuarterat në aspekt objektivave dhe lancimit të produktit. Kështu strategjiash, kështu reportesh, për shembull, tash këtë plan biznesin e kena për një vit. Edhe ti nëse punon me një klient dhe ke një ekip, tash normal tu ka nevojë edhe për përmirësim, do të thonë mund të shtash edhe më shumë seksione, mirë po qëllimi është që ti tash për një vit e ke me një file i ke gjitha gjërat bashkë. Edhe tu i ke në kontroll gjithçka. Edhe ti s'ka nevojë për shembull tash të blesh një program online për menaxhimin e taskave ose për menaxhimin e klientave, paguash domethënë mujore diçka, thjesht e krijon këtë, normal e krijon mirë, për shembull mund të të zgjasë kjo edhe 2-3 ditë, më mirë për shembull të zgjasë 2-3 ditë ose edhe deri një javë, derisa ta përvetësosh ta bësh me një profesionale, që të jetë edhe dinamike, normal si kjo pjesa këtu, për shembull content kalendari, kur ta klikosh të, ta shikosh për shembull sa është review, për shembull nëse një punëtor ka kriju një blog në LinkedIn edhe është në review, pastaj ti hin e bën review, edhe nëse është okay, i thua për shembull schedule, edhe ai për shembull pastaj do e publikone dhe gjëra tjera. Pastaj këtu mund shtosh për shembull edhe seksione për gjithë punëtorët dhe për gjithë klientët. Kjo është mendoj se ideale. Kjo është një sistem, një komunikim plani. Kjo është strategjik komunikim. Një plan për një vjeçar që bën tash, që bën operimin e gjitha pjesëve kryesore për me qenë, do të thënë, me një rrugë dhe me i bë gjërat ashtu siç duhet, do të thënë me plan dhe pastaj ekzekutimin gjithashtu ta bësh siç duhet. Kjo është ajo që unë zakonisht e përdor cloudin, edhe është diçka shumë e fuqishme. Për këtë arsye cloudin e përdor shumë. Gjithashtu e përdor edhe për content, për gjenerim të contentit, për shembull për ndonjë post ose për ndonjë blog, edhe normal nxjerr një content bajagi shumë të mirë. Tash do marrim një blog, një prompt të gatshëm do e marr për keyword research ose për pjesën e kompetitorëve. Ok, për shembull do e marr këtë prompt. Edhe këtë do e përshtasim tash sipas nevojave tona. Kjo është për të bërë një analizë të kompetitorit, të konkurencës, duke kriju një landing page për një industri të caktuar ose për website-in tonë. Edhe këtu për shembull e vendosim industrinë dhe travel, niche for the keyword, për shembull keywordin në travel do e vendosim Tirana ose për shembull Albania Guide këtu. Ok, edhe pastaj do të vendosim diçka tjetër. Ok, tash japim send, edhe kjo do krijone tash një landing page që është domethënë konvertuese, është në një formë që bën konvertim. Si në aspekt tash të pjesës së përmbajtjes, kjo do e krijone, ne mund t'i themi të na krijone edhe kështu si landing page në aspekt të vizualizimit, e që ndoshta mund të inspirohemi dhe ta konvertojmë pastaj në kodim. Ose nëse punojmë me WordPress, mund për shembull ta bëjmë me Elementor. Mirë, po normal ajo është punë pak më që merr më shumë kohë. Tash varësisht edhe prej klientit, sepse ndoshta ndonjë klienti ta zgjedh vetë se çfarë tech stack-u dëshiron
për website-in e tij, ai thotë prej fillim unë dua për shembull WordPress, edhe ti duhet patjetër të përshtatesh me WordPress-in. Do japë të domain-in traveling. Cloudi zakonisht ka dhe shumë gjëra tjera që edhe unë dhe më thënë nuk është që jam kështu 1% selling our tools, kjo më thënë besoj se përshtatet. Okej, ka mendoj se edhe shumë veçori tjera që ndoshta unë me këto që i cek tash janë vetëm ndoshta 1% i gjërave që ka cloudi e që normal mund të shfrytëzohet maksimum. Mendoj se është i vetmi normal edhe ChatGPT-ja edhe Gemini, mirë po cloudi duhet sidomos për sisteme kështu për këto gjëra duhet shumë ta shfrytëzojmë edhe ta përdorim sepse bajagi mund të mund t'ja shohim hajrin sepse para disa viteve për shembull na dasht shumë kohë për me kriju përmbajtje ose me menaxhu më shumë klienta, tash kena mundësi që gjitha ato t'i bëjmë ndoshta për 2-3 ditë se sa na kanë marrë kohë për shembull për 2-3 muaj. Tash për shembull për një ditë ne mund të krijojmë një content kalendar, i krijojmë 10 postime, 10 blogje për disa muaj, që edhe pastaj vetëm i bëjmë schedule edhe vetëm i postojmë. Kjo është ajo madhështia e këtyre AI toolsave që i kemi në këtë kohë. Kështu që duhet të mundohemi sa më shumë të shfrytëzojmë edhe të fillim me kriju produktet tona. Okej, tash që ka kriju një landing page me 12 seksione edhe tash ne mund ta shikim se si duket. Qëllimi normal është me u bë rank me keywordin Albania Guide Tool edhe në keyword tjerë që e ndihmojnë këtë pjesë. Si fillim ka shku me SEO Foundation që janë pikat bazë kryesore të SEO-s, ka shku edhe ka vendos URL-in lart Albania Tools, pastaj ka kriju një title tag që është i fuqishëm, një meta description, ka kriju një H1, pastaj ka fut keywordat kryesor, nën keywordat ka kriju një skema për SEO, pastaj ka kriju për geo pjesën se më u ranku në AI engines, edhe pastaj pak më poshtë ka fillu ta krijone layoutin, se si do vendosen këto, dhe seksionet e radhës ku ne këto pastaj mund t'i konvertim në design. Kjo është me thënë të një landing page që bën konvertim. Një landing page që ka gjitha pikat që janë dhe me thënë shumë të rëndësishme e që bëhen dhe me thënë rank. Për një landing page, kur të krijonin të ardhmen, për një landing page që ka konvertime, duhet 2 ose 3 pika, 3 pika kryesore. Këtë mba një rregull prej me. Gjithmonë një landing page për pas konvertim duhet ketë reviewsa dikund, testimonials, do të ketë pjesën e fax, do të thënë pyetje të shpeshta dhe certifikata. Për shembull, nëse është një service page ose një landing page që bën service për shembull në plumbing ose në iten ose në roofing. Për shembull, të zakonisht janë industri që janë më shumë në USA, për shembull dhe marrim një landing page për plumbing in New York ose dikun,
Edhe nëse ai landing page nuk përmban review-sa, nuk përmban testimonials, certifikime dhe gjëra pika qera ose pyetje përgjigje, një CTA, një numër telefoni direkt, Google automatikisht e nxjerr poshtë sepse nuk jep sinjale fuqishme edhe nuk tregon trust, do të thënë nuk tregon besim për klientin. Andaj ato do të thënë duhet t'i vendosni kështu të paqetërsueshme në një krijim të një landing page-i. Përfaqe që s'kan arritur asnjë klient, si i bëhet për reviews. Përfaqe që s'kan arritur klienta, kjo normal është problematike për të hyrë, do të thënë, treg, mirë po, nëse review-sa s'ka, duhet, do të thënë, strategjia të ndryshohet dhe të bëhet fokusimi të bëhet tek shërbimet që jep ajo faqe, dhe çka e dallon atë faqe prej konkurrencës. Do të thënë, duhet të ketë diçka, një sinjal që pse për shembull klienti ose ai do të vijë tek ty. Për shembull, unë në rast konkret, edhe pse zakonisht nuk du ta marr website-in tim, mirë po, do e marr vetëm sa për kështu një përmbledhje të vogël. Si fillim, unë për shembull në website kështu direkt kam shku me anën e gjatë disa fotografi që tregojnë rezultatet e SEO-s, edhe në fillim kam vendos review-sat edhe me sa klienta kam punu, edhe i kam vendos keyword-in direkt, për shembull WordPress edhe SEO, asgjë më shumë. Një buton call to action direkt, edhe këtu janë domethënë review-sat nga Google që i kam 5. Edhe pastaj më njëherë kam shku me klientat, besueshmëri, domethënë më njëherë kam shku me klientat që bashkëpunoj. Gjitha, edhe pse kam shumë më shumë mirë, po i kam vendos fotografitë e klientave që kam bashkëpunu, kjo më njëherë e bën domethënë më të besueshme. Hapi parë dhe hapi ditë më njëherë te klientat, pse se më njëherë kur do në klienti edhe do shikon e Ilirë Nezirin se ka bashkëpunu me shumë klienta, edhe automatikisht të thotë që okay, domethënë është potencial që edhe unë mund të bashkëpunoj sepse jo rastisht gjithë të klienta kanë bashkëpunu. Pastaj ti jep pjesët tua, se sa e ke eksperiencë, çfarë ke bë dhe arritjet e tua, pastaj i vendos shërbimet. Pasi vendos shërbimet, e vendos edhe ekipën. Nëse ke ekip, nëse jo, vendos, më thënë, një përshkrim vetëm për veten tënde, nëse je freelance. Edhe pse unë vetë jam freelance, mirë po unë normal bashkëpunoj me shumë persona tjerë edhe e vendos tu një ekip. Në moment kur e vendos ekipën, kjo jep Google sinjal për një faqe të besueshme. Pse sepse fotografitë dhe emrat real, me linqe reale, me persona real, japin sinjale të besueshme. Pastaj është feedbacku, do të thënë çfarë kanë thënë klientët që kanë bashkëpunu, edhe këto normal i vendos ti në website për me kriju besueshmëri. Poshtë kam vendos një blog ku unë krijoj blogje, artikull, edhe në fund e kam vendos një call to action që është shumë i madh, shumë i gjerë, që bien si, domethënë një call to action me foton time mbrapa vi, edhe një shkrim edhe një buton që me marr domethënë direkt ndërhyrje. Kjo është një landing page, pak a shumë. Domethënë edhe pse ka nevojë shumë edhe më shumë për përmirësim, mirë po këto janë sinjalet e besueshme. Tash bëj dallim këtë faqe që do hish tek unë edhe një faqe për shembull që ndoshta ka vetëm disa informacione, edhe pastaj ti do e vlerësosh vetë se me cilin do bashkëpunosh. Në moment kur ti tu shikon fotografi reale, shikon persona real, patjetër që domethënë kjo jep një besueshmëri që nuk e pastaj frikë se ky klient për shembull a do ngënjene apo do ma bëne punën siç duhet ose jo. Pastaj normal kur do lexosh edhe review-sat dhe kjo pastaj arrit edhe më shumë besimin që më njëherë me të kontaktu. Kjo është domethënë kur të krijoni një landing page content që mi pas domethënë këto shumë parasysh, të pjesët e social proof, pjesën e facts, pjesën e review-save, testimonials, edhe nëse keni normal, nëse keni ekip. Okej. Edhe pastaj këto janë prompta të radhës. Këtu domethënë tash normal nuk kemi kohë, mirë po janë prompta për shumë targete që ju mund më njerë pastaj ti merr një kopi edhe ti përdorni. Kjo domethënë nuk është
kështu rregull e patjetërsueshme të jetë vetëm për cloudin. Këto prompta ju mund t'i përdorni edhe në ChatGPT dhe në Gemini, mirë po unë i kam përzgjedh për cloudin, pastaj ju mund t'i përdorni edhe në AI tools tjera dhe t'i bëni pastaj për shembull dallimet, compare se kush është më e mirë dhe cila mendon se mund të ketë sukses. Okej. Ky është sa i përket cloudit dhe si krijosh sisteme komunikimi, plane afatgjate dhe me të dhënë një përmbledhje, një pasqyrë se cloudi domethënë bë ka punë që unë s'kam nevojë për shembull blej programe për menaxhim të projekteve ose taskave ose gjërave tjera. Mendoj se ndoshta dikush për juve ka blejt për shembull programe për menaxhim të projekteve, planeve, klientave. Mirë po mendoj se me këtë stil ndoshta mund të jetë pak manuale, mirë po mendoj se ja vlen një herë në fillim ta krijosh, pastaj një vit e din që e ke një plan all in one, domethënë me një file, me një vend, edhe i ke gjithçka në kontroll, nuk tik as pak asnjë gjë nuk tik prej syve. Mendoj se është diçka me vlerë që e bën cloudi. A keni ndaj pyetje rreth cloudit dhe rreth asaj që e spjegova dhe a keni eksperiencë ju personalisht ose diçka që ju mendoni se duhet të rregohet këtu që të përfitojmë bashkërisht gjithë. Armendi ka thënë cloudi jep shumë mundësi, po, domethënë është diçka spektakolare sa i përket cloudit. Po, cloudi është tjetër nivel, domethënë dish si ta trajnosh edhe t'ja nxjerrësh domethënë ato më të mirat. Cloudi është me të vërtetë diçka kështu fenomenale, kështu që këtu ka shumë edhe opsione tjera me kriju edhe skillza kështu të gatshme për ty, për shembull pastaj mund ta bësh connect edhe me faqe tjera, ka edhe një opsion tjetër, për shembull krijon dizajn edhe i thua dizajnin ta bësh edit me Canva direkt. Edhe kjo është diçka kështu tepër fenomenale. Po, Për shemb- po website mund të krijoj? Po, Po më thënë. për shembull këtë landing page-in tash e krijuam, unë mund t'i them për shembull japim për shembull ta krijonin në unë zakonisht edhe pse nuk jam programer, mirë po i kam dëgju këta shokët edhe tjerë që Next.js-i kohën e fundit është kështu shumë e fuqishme në aspekt të dizajnit, besoj se ju ndoshta mund ma konfirmoni. Po Arment, pas ke bë ta kisha pas mikrofonin do ishte shumë mirë na i bosh edhe share screen, mirë po është orën e ardhshme mund të uh, orët në vim mund të na bësh ndonjë shpjegim ose e lejmë për shembull pas këtij
trajnimin, një ditë për shembull e blejmë bashkarisht ne, him gjithë bashkë edhe secili prej neve tregon nga ndonjë trik, nga ndonjë tips për Cloudin, ChatGPT-n dhe Gemini. Besoj se do kishim përfituar secili prej neve në çdo lloj forme. Ok, ndoshta dhe postoj edhe te grupi që mund të na bashkangjitin edhe më shumë, mund ta bëjmë kështu si një workshop, si një trajnim kështu të lirshëm, ku secili prej neve do ketë nga një hapësirë me tregu, domethënë normal, kalim thi, jo me zgjat shumë, po nga një 5 maksimum deri 10 minuta me na sqaruar ndonjë tip, ndonjë trik, ndonjë gjë që ka mësuar ai nga ndonjë projekt real. Kështu që mendoj se këtë do e bëjmë pasi ta kryejmë këtë trajnimin 6 ditë, edhe zgjedhim një ditë bashkarisht, do e zgjedhim edhe orarin, edhe kur na përshtatet, edhe do e bëjmë këtë. Besoj se do përfitojmë shumë secili duke shpërnda nga një gjë të fuqishëm. Ok, presim edhe pak derisa ta krijone. A ka përdor dikush për juve Google AI Studio? Ose Google Stitch na ka përdor dikush? Ok, dy shpjegim nesër atëherë, ka edhe Google AI Studio që do e bëjmë një website, edhe Google Stitch. Google Stitch është një produkt i Google që lidhet si Figma, domethënë krijon një UI dhe UX me prototype dhe me gjëra tjera prej fillimi me prompte që atë file pastaj mund ta përdorim njëjtë si Figma. Sotërisht për shembull ta bësh në Figma UI-n dhe UX-in prej zero manual, Google e ka kriju një produkt, Google Stitch quhet, që bën UI UX prej zero, domethënë e bën në mënyrë profesionale, edhe edhe këtë do e shikim bashkarisht që dikujt që është dizajner ndoshta mund të hyjë në punë. Ok, atëherë cila s'ka reviews të mira? Google Studio. Nuk është që i kam shikuar reviewsat, mirë po në bazë të asaj që po normal, ti flet para asaj që ke, mirë po unë para një dy tre javë kemi fillu me një koleg nga grupi që jemi bashkërisht, e testuam një aplikacion me Google Studio, edhe ishte qëtër nivel. Besoj se është edhe shumë e lirë, me kredica, edhe na bëri gjëra që ne nuk i kishim prit se do i krijon. Kështu që për shkak të arsye dhe u inspirova që Gemini me Google AI Studio patjetër me jau spjegu juve në këtë trajnim, sepse pastaj besoj se do ja vleni për gjithë secilin që ta përdorni. Ok, tash ndoshta kjo zgjati pak të pjesën e krijimit të landing page-it, ndoshta ndonjëherë merr ka shumë kohë, ndonjëherë bëhet më shpejt, varësisht tash edhe pse AI tools tjerë, për shembull, nëse e përdorin Replitin ose gjëra tjera, nuk është që zgjasin ka shumë mirë, po Cloudi normal ka shumë rans që bën prapavim, mirë po besoj se tash jena është nga fundi,
që ta shikim se si duket edhe një landing page. Edhe diçka, domethënë kur të shkruani prompte, mos shkruani për shembull shumë shkurt. Zakonisht bëje këtë që e bëra unë. E jep ti një prompt, mirë po i thu dash Gemini, dash ChatGPT-s që me ta bë improve, me ta zgjeru, me ta bë më profesional dhe më në detaje dhe pastaj ti e shikon normal e analizon çfarë duhet largosh, çfarë jo. Edhe kur e ke promptin më të strukturuar, më gjithë përfshirës, në moment kur e dërgon, pastaj edhe gjërat dalin shumë më të mira. Okej, kjo tash na ka bë, nuk e ka bë si zip file. Nuk ne ka kriju direkt për me shiku live. Nëse mos e humbim shumë kohë, se kënda është të marrë edhe më shumë kohë nëse i them me bëne landing page in live, mirë po qëllimi është që edhe Google Cloud, do më thënë, unë do shikoj që ku kam kriju ndonjë landing page që ta shikoni se si duket. Do shta kjo nuk e di sakt, është atje kjo, okej, për shembull, kjo ishte një website. Ja, pra kjo ishte një website që e krijova unë, për shembull, për me e konvertu për shembull LinkedIn profilin tonë në një scan code connect për ta bërë kështu QR code edhe me u bë connect sa më shpejt. Për shembull, tu kena mundësi e vendosim linkun e LinkedInit, edhe këtu për shembull e vendosim emrin tonë, edhe këtu domethënë del emri jon, çfarë pozite kemi, kompani, profilin, edhe këtu e zgjedh çfarë karte dëshirojmë. Si duket karta e dizajnit, klasik, çfarë ngjyre. Edhe këtu për shembull pastaj gjenerohet ai kodi kur e vendosim. Edhe këtu e zgjedhim, edhe pse ndoshta disa nuk funksionojnë, edhe e kena mundësi më thënë ta bëjmë download PNG. Kjo është më thënë një website shumë i thjesht, me disa prompte të thjeshta që i më thënë cloudit ma krijon. Kjo është thjesht vetëm sa për me e pase edhe cloudi dhe më thënë krijon website dhe më thënë shumë të mira prej nxerë. Okej, a keni ndaj pyetje tjetër? Po, Julian? Mirë broma, zakonisht në thënë drejtën për cloudin e kam përdorur më shumë ke çështja e krijimit kontentit në pjesën e shkrimit më shumë, për rrjetet sociale, Instagram, Facebook, Twitter, e këto dhe më zhduk shumë analitik në krahasim me aplikacione të tjera, sepse gjithë mund të kërkon dhe një feedback nga ana jote që ai të krijojë më shumë dhe të analizojë më shumë për çfarë do të bësh dhe çfarë do të arrish. Do më zhduk në krahasim me
ka më bëj shumë cilësor në krijim përmbajtje. Po, këto përmbajtje që i ke kriju në social media kanë pas efekta, kanë qenë kështu tërheqëse dhe kanë pas ndikim. Po, atje që kam pas ndikim, po duken shumë natyrale në aspektin e leximit. Domethënë një person që po ose audience që mund ta lexoj duket shumë e rrjedhshme si shkrim sesa chati dhe kam bërë ndonjëherë po themi shumë kam bërë edhe chat edhe cloud. Kam provuar që chati ka një predispozitiv më futuristike, nuk e di, nuk po gjej dot termin e duhur ndoshta, por ka një, po themi, ka një objektiv që ndoshta ta t'i jap një kënaqësi më shumë përdorues, kurse cloudi më shumë analitik në krahasim me chatin, edhe në informacione edhe në redaktim të ndryshme. Po, këtë e kam pa edhe unë gjatë krijimit të blogjeve kur krijoj blogje dhe unë e shikoj këtë pjesë ChatGPT-ja është normal shumë gjenerike, ndërsa Claudi, do të thënë termet që i përdor ka shumë kujdes, sidomos nëse i thua për shembull bëje tonin ose atë nivelin e shkrimit, për shembull këtë lloj formati të jetë për shembull të jetë bold, të jetë profesional edhe mos fuse për shembull fjalë që ripërsëriten ose terme që janë gjenerike. Këtë e kam testuar edhe unë edhe normal Claudi ka dalë bajagi shumë përpara këtyre qerave. Unë do një herë përdor edhe kështu në rast emergjence, për shembull, doni ditë një aplikim për bërë, nuk i kisha CV, nuk po e gjeja, edhe e kisha një të vjetër që se kisha të përditësuar, dhe mjaftoi që nisa të vjetër i bëra disa kërkesa chatit dhe Claudit dhe i tregova për çfarë do ta përdor dhe realisht produkti që ai krijoi ishte super i mirë. ChatGPT-ja që ndoshta është e para prej tyre është në dizajn, në fotografi. Do thënë në dizajn ChatGPT-ja i fut gjithë këta i ka domethënë kështu modelin e dizajneve e ka tepër profesional. Për këtë mendoj se ChatGPT-ja ja vlen edhe ta paguash që vetëm ta shfrytëzosh për dizajn. Okej, atëherë besoj se në një orë më të veçantë do flasim gjëra gjatë për nuk e kuptoj këtë hall. Pyetja është kështu, po këto blogs ku postohen, nuk e kuptoj këtë hall. Blogjet postohen në web, në website. Postohen live në një website. Për shembull, tek website im, unë kam një seksion, një page, ku këtu i fus gjitha blogjet. Edhe blogjet në botën e marketingut dhe në atë specifikisht të sales, kanë një impact dhe një rol shumë të rëndësishëm ku nëpërmjet blogjeve ne krijojmë strategji për me rrit trafik, për me gjeneru domethënë trafik edhe me pru klienta, edhe nëpërmjet blogjeve me shit ose me marr backlinka dhe gjëra tjera. Kështu që blogjet për një website janë shumë të rëndësishme. Okej. Ndonjë pyetje tjetër? Nëse nuk keni, besoj se jemi qartë për të pjesën e cloudit, mirë po kjo nuk do të thonë se duhet patjetër ta bëni kështu siç bëj unë, mirë po unë thjesht nga përvoja ime që i kam kriju këto që ju thash, kanë dalë ekstrem të benefiqshme, andaj pse mos ja tregoj edhe juve, ndërsa ju normal mund ta keni edhe atë mënyrën ose llojin tuaj të përdorimit. Po, blogs e klientit apo poston në faqen e tij. Po, blogjet që i krijon për klientit i poston në faqen e klientit. Mirë po normal për secilin blog duhet targetosh një keyword të caktuar.
ajo hin tek plani që e gjeneruar këtu, tek plani i strategjisë, ku edhe tek pjesa e content kalendarit, ose kush ishte kjo, veç ta gjej një sekond, SEO, ja pra tek SEO-ja, tu e kena për shembull blog keywordin, dëshirojmë për shembull për këtë keywordin si të hap një biznes në Shqipëri, krijojmë një blog, e marrim të si keyword, shkojmë, krijojmë një blog, i themi Claudit na krijon një blog me këtë keyword, të jetë për shembull kaq i madh, kaq i gjerë, me këto detaje dhe ajo ta krijon një blog, edhe pastaj ti pa poston tek faqja e klientit ose tek faqja e s'ka përse. Okej, atëherë nesër bashkarisht do e bëjmë një faqe me Google AI Studio, edhe nesër është dita e fundit me mu, ndërsa pastaj nisni 3 ditë të radhës me rejnë. Kështu që nesër do shta edhe prej sot mund t'i hapni ju akauntat në Google AI, mirë po nëse jo i hapim bashkarisht nesër, edhe testojmë Google AI Studio dhe Google Stitching, edhe shikojmë se si mund të krijohet një website komplet prej zero. Atëherë, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen që ndjetët deri në fund, edhe për pjesën e aktivitetit, edhe atëherë shihemi nesër. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit. Natën e mirë.